Sa i përket konfliktit që ka ngjarë ditëve të fundit në lindjen e mesme, konkretisht konflikti mes Izraelit dhe Iranit, në shumë analiza ndërkombëtare, por edhe sidomos ato të rajonit që e njohin në thelb vendin dhe zhvillimet gjeopolitike, gjeostrategjike të lindjes së mesme, del në një konkluz se kjo luftë, ashtu quajtur luftë, në fakt është një shpekulim para popullit dhe medias dhe ata që ndjekin këto ngjarje, madje duke defokusuar koncentrimin e disa ngjarjeve me rëndësi në botë, sikur është lufta reale në Palestinë e pa definuar akoma dhe shkon vazhdimisht drejt përshkallëzimit, dhe nga ana tjetër menjëherë pëlset një konflikt tjetër i radhës, po në atë rajon, në lindjen e mesme, dhe unë e konsideroj pra konflikt i rrënjshëm për faktin se Irani dhe Izraeli janë vende të cilat vazhdimisht kanë bashkëpunim të fshehtë dhe konflikt të shfaqur në arenën ndërkombëtare. Kjo pasi që e përmbajnë njëri tjetrin dhe nuk e shesin njëri tjetrin deri në atë kuptimin sikur ta sulmojnë. Mirë, dikush mund të thotë se çfarë do të thonë këto sulme që kanë ngjarë deri tani, këto luftra dhe këto humbje, ndoshta edhe humbje jetësh të njerëzve. Mund të ekzistojë edhe teoria tjetër ku pretendohet që Irani pra të konsiderohet shtet demokratik dhe jo pra në një gjendje të tillë aktuale siç është, pra të mos sundojnë ato të ashtu quajturit shah dhe prijesit e tyre fetar që mund t'i kenë, mirë po të jetë një shtet demokratik dhe pak a shumë kjo ngjason me të pasurit fatin e Irakut në të kaluarën kur u rrëzua ish pra presidenti i atëhershëm i Irakut, Saddam Hussein, dhe pretendimi që edhe Irani të merr një epilog të tillë dhe të konsiderohet shtet demokratik. E tëra kjo e fundit, padyshim se pas kësaj mund të qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj edhe këta të fundit janë ata që e përkrahin Izraelin drejt këtij sulmi, madje në një deklaratë të fundit presidenti Trump ka pohuar se e mbështet fuqishëm Izraelin në këtë konflikt, mirë po në termin diplomatik perëndimorët pra e shprehin një zëri se Izraeli ka të drejtën e mbrojtjes nga sulmet iraniane. Dhe jo më pak e rëndësishme, padyshim është çështja e marrjes së armëve bërthamore nga Republika Islamike e Iranit, pra ashtu quajtur Republika Islamike e Iranit, pasi që nuk ka të bëjë diçka me islam në atë vend, flas për shumicën e popullatës, duke konsideruar 3 deri 4% të musliman sunnit në atë vend, pra t'i mirën armët bërthamore, dhe sepse sipas perëndimorëve Iranit nuk i takon një e drejtë e tillë. Se si do zhvillojnë ngjarjet deri në përfundim, ka mbetur që të shihen edhe kur do të jetë ajo më e rëndësishmja e që konsiderohet ulja në tryezën diplomatike dhe të zgjidhet çështja në mënyrë patësore dhe me një marrëveshje padyshim afatgjate. Mirë po, në një situatë të tillë kur bota po merr vrull me luftra të ndryshme, qoftë ajo Rusi-Ukrainë, Izrael-Palestinë, Izrael-Iran, Pakistan-Indi, Kinë-Tajvan e kështu me radhë, a mund të arrijë deri në luftën e tretë botërore, është edhe kjo si pyetje
që padyshim i shqetëson studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare, po edhe njerëzit në përgjithësi. Konkluzat janë se është larg një tendence për një luftë të tretë botërore, mirë po pasi që multipolariteti e ka bërë të veten që dominimi në arenën ndërkombëtare ka filluar me më shumë se 2 shtete si në të kaluarën, siç ishin pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, tani pra kanë dominime të